Këtë e moni men lojën Off the Grid, për cilën kemi folur në video tona të mëhershme, ku kemi treguar që ajo lojë e cila është ndërtuar nga kompania Gunzilla, që është një platformë për ndërtimin e lojëve në blockchain, ka qenë për disa javë loja më përfolur në platformën e gamerave, platformën Twitch. Kompania që ka ndërtuar këtë lojë, kompania Gunzilla, sot e ka bërë lansimin e tokenit saj në kombimorin e Binance, ku për 30 në radhë, pi datës 28 deri në 30, përdorësit e Binance kanë mujtë me i bë stake BNB, FDUSD ose USDC, ku në këmbim të staking të këtyre aseteve kanë mujtë me fitu tokenin GAN. Për gjitha projektet e lansuara në Binance Launch Pool në këto 9 muaj të kaluar, ky projekt është për projektet që kanë gjallë interesim më së shumti dhe lansimi i suksesshëm i tij do ta ngjallte edhe trendin e gaming në kripto, ku ky trend nuk është se ka pas ndonjë performancë të mirë gjatë vitit 2024 e as gjatë tyre 3 muajve të vitit 2025. Gunzilla ka përdorur blockchainin Avalanche për me ndërtu platformën e saj dhe një sukses i këtij projekti do të ishte sukses edhe për Avalanche, e cila fokusin kryesor e ka tek narrativa e gaming dhe ka ndërtuar një platformë, një blockchain të atill që do t'i shërbente shumë lojrave të ardhshme ose platforma të ardhshme të cilat do të ndërtohen në blockchain. Kjo video ka vetëm karakter informativ për projektin e Gunzillas, e cila do të lansohet në Binance dhe ju para se ta tregtoni atë duhet të bëni ulëmtimet e juaja. Decode 5.0